shkon atje në gjyqe të pyeti, cili mu më ka ndodha, më kanë thonë që shkot të partia atje që nëse donë të kaloje kjo, sepse s'mundemi vëlla. Ata kanë thonë që nuk mundet Kim Mehmeti ta fitoj këtë kështu rast gjyqësor. Kam pas me një portal atje. Edhe për në Maqedoni edhe më ka lutë gjykatja shko bisedo me këta të BDI-s se nuk lejojnë. Edhe ty kështu ata të detyrojnë që të ikësh. Ku do shkojsh ti? Ku do kërkojsh shpëtim? Ku që ty nuk nëmbron policia, nuk nëmbron gjykata, nuk nëmbron ligji. Ligji nuk është... Edhe andaj unë them që këta jetojmë ne në kohën kur të vrasin, por ndryshe, duke të lënë pa ekzistencë mund, edhe ti kur e ke një të ri, që me të vërtet ka aftësi personale, ai nuk duron. Kjo është edhe arsye pse diaspora që ka dhe lidhje emocionale me Shqipërinë, me Kosovën, nuk investon këto vende për shkak edhe këtyre padrejësive, për shkak edhe po themi situatës në sistemin e drejtësisë, gjyqësor, prokurori, që gjithë kemi problemet të dyja vende kanë problemet tona dhe nuk bëjmë përjashtim nga Ballkani, megjithatë po flasim për shqiptarët. A keni vërejtë se kohëve të fundit nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia nuk ikin të papunët, nuk ikin ata që e kanë pagat e vogla, po ikin ata që materialisht qëndrojnë ma mirë, do me thënë ikin mjekët, ikin profesionistë vushë të ndryshme dhe këto vende kanë bet ma dhe pa mjeshtër të mirë të ndërtimtarisë. Dini pse? Se ne shpesher mendojmë se liri edhe demokraci është kur guxon të liri është kur ndjesh i sigurt. Këta të rinj që ikin nuk ndjen të sigurt në të shtete, nuk ndjen të mbrojtur. Se nuk mjafton, ti duhet ta kesh të mbrojtur pasurinë, a këtu ti vjen ai ta merr pasurinë. Vjen piktorit të që kjo pjesë është tu për arsye strategjike do i jepet zdi, investitor strategjik vjen dhëndri këtij atij dhe ja jep kredit, e mandej kur s'ja merr ai thotë e ndryshuan projektin. Të tak. Shqipëria privatizoi gjithë ato, po themi, toka ushtarake, po që dhënë për investitor strategjik pastaj. Shqyqyr që nuk shitet gjuha, se këta e do e kishin shite edhe gjuhën Shqipe, po si o blenë kurkush. Shqyqyr që kurkush në blenë edhe neve si popull, se këta do në kishin shite si dhenë, do në kishin shite. Me në vërtet, sepse që do në ti kur të themë, kur aj nuk e ka kuptuar se nuk është krejt të ekzistenca materiale, po është ajo se sa ndjemu një sigur që kur e bëjt një shkelje ligji në rrugë që do të trajtohem si qytetari barabart me atë tjetrin, jo këtu, shini, ai sa nuk ka sjell ligj që pushtetarët që e kemi folë, që pushtetarët mund të vjedhen, ai mbron zavencën e tij, nuk e jep, thot nuk e jap. Si ka mundësi? Edhe ti në atë shtet, normalisht nuk ndjesh i sigurt se thue ky me vendos, mua më çon në burg pas gjë punë, për kur gjë kështu të çon. Sepse ata e morën e zvarritën ish presidentin e Shqipërisë, e zvarritën në rrugë. E zvarritën. Si bandit. Si t'ishte rrugaçi më i madh i Shqipërisë. E bëri atë edhe nuk e çeli gojën, thotë që pse kjo ndodhi. A tani zavencën e vetë e brotët nuk mundet të ne të qelëm edhe litë që s'mundet gjyqtarët bënë që të donë me pushtetarët. E kemi diskutuar, po themi, opozitën e madhe, ta quajmë aty nëse ka mbetur e madhe e PD-s, që për shkak të leadershipit që e ka tash 30 vjet, po themi, disa kanë ardhur të ri, megjithatë nga koha kur kanë ardhur prapë kanë mbetur të vjetër. Që ndodh me subjektet e vogla politike që s'po arrin të gjejnë terren? Njëri nga ta, po themi, u bë avokat i popullit, e ndaloi projektin e tij politik. Tjerët janë krejt të vogla në zgjedhje